Ashtu si shpritej klasikja e basketbollit shqiptar për meshkuj mes Vllaznisë dhe Tiranës, dhuroi spektakël dhe emocione. Ndeshja e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi e vlefshme për javën e 15 të Superligës u mbyll me fitoren e kuqebluve 85-82. Takimi u shoqërua me një klim të caktuar tensioni përpara startit, pasi vetëm një ditë më parë klubi kuqeblu doli me një deklaratë zyrtare duke akuzuar hapur strukturat e Federatës Shqiptare të Basketbollit për tentativa favorizimi ndaj Tiranës. Këta të fundit pretendonin se mund ta fitonin në tavolinë me pretekstin e mos funksionimit normal të aparatit të 24 sekondave. Jo vetëm kaq, por drejtuesit e Vllaznisë kanë ngritur shqetësime edhe për nivelin e arbitrimit, duke theksuar se gjithë tavolina e gjyqtarëve ishte sjell nga Tirana, një situatë e pazakontë që nuk kishte ndodhur më parë jo vetëm në Shkodër, por as në qytete të tjera. Pavarësisht problematikave, klasikja mori vëmendjen e merituar duke mbushur tribunat e Pallatit të Sportit. Ndeshja ishte e luftuar me ritëm dhe emocione. Vllaznia nis mirë takimin duke kaluar e para në avantazh me koshin e Klajdikirit, por Tirana reagon shpejt, barazon shifrat dhe fiton periudhën e parë 17-26. Skuadra drejtuar nga Eni Llazani u përmirësuan periudhën e dytë, duke fituar 22-17. Megjithatë, Tirana e mbyll pjesën e parë me avantazhin 39-43. Në periudhën e tretë dhe të katërt, kuqeblut rrisin intensitetin e lojës, fal një paraqitje të fortë kolektive, duke përmbysur rezultatin dhe duke fituar në shifra 85-82. Treshja amerikane, Hibit, Kiri dhe Thomas spikatën, duke qenë pikëshënuesit më të mirë. Kjo ishte fitoria 9 rallazi për Vllazninë e basketbollit për meshkuj, duke përfshirë edhe suksesin ndaj PES në ligën unike, vendi i dytë aktualisht në renditje për kuqeblut, që përbën një sinjal të qartë për ambicet e tyre serioze në garën për titull. Në radhë parë herë duhet me falenderu publikun sante, sepse na kanë dhënë një shtys të papame djem dhe u kriju një atmosferë jashtëzakonshme sante në sallë. Jam shumë falenderues për gjithë nga zemra, çakonart sot me na mbështet. Ka një ndeshje shumë e vështirë për ne, sepse pa fillu akoma ndeshja, kena pas presionet pa nevojshme që nuk i shoft arsyeshme, sepse ne nuk kena kanë asnjëherë problem në asnjë moment. Sollën i hoqën gjyqtarët tonë të tavolinës nga tavolina e gjyqtarisë dhe sollën gjyqtarë nga Tirana, gjatë që s'ka bë vaki. Ne kur shkojmë në Tiranë nuk i marrim gjyqtarët tonë me vete te tavolina e Tiranës. Edhe pse kena pas gjithmonë probleme aty në alesat shumëta, ne nuk i bëjmë të punë edhe nuk i pretendojmë të punë, edhe më duket absurde si ka mundësi një ekip tjetër me aleju që të nollin këto gjëra. Problem nuk kishte realisht, sepse ne e kena 24 sekondë, siç e kanë edhe shumë ekipe tjera që marrin pjesë rregullisht në kampionatin shqiptar. Ne kena dy sisteme, një me të qintat e sekondave dhe një pa të qintat e sekondave. Sot përdorme atë që është pa të qintat e sekondave, gjë që e bëjnë edhe ekipet e tjera, si të Uta, si Pogradeci, si Korça, si Kamza, si Pallati i Sportit Aslan Rusi, ku luan Partizani gjithashtu edhe Beslidja. Kështu që pretendimet e tyre ishin absurde, ata nuk doshin me luajt sot. Më duken pretendime absurde në opinionin tim, thjesht për të nxit sherr, për të nxit situatat pa nevojshme që nuk kanë pse me ekzistu. Me pak fjalë doshin me ardhme na vu kamp të në shtëpitë tonë. Duhet rrim me kamp tokë, ti marrim neshjet me radhë dhe nëse ne do kena këtë ritëm dhe ta vazhdojmë ta majmë këtë ritëm, rezultatet do flasin vetë.